Banorët e Vlorës kanë marrë lajmin e mirë këtë të martë pasi furnizimi me ujë të pishëm është rikthyer në qytet pas 5 ditësh mungesë. Pajisjet e nevojshme për riparimin e dëmtimit të tubacionit mbërritën nga Stambolli, ndërsa ekspertët e ujësjellësit punuan gjatë gjithë natës për të rikthyer funksionalitetin e rrjetit dhe për të mbushur depot e qytetit. Rikthimi i furnizimit ka lejuar që bizneset të rinisin aktivitetin normal, duke sjellë një frym të re në jetën e përditshme të qytetit bregdetar. Megjithatë, autoritetet kanë këshilluar qytetarët që të mos përdorin ujin për konsum dhe gatim për 2 ditët e para, por për të siguruar që uji të jetë plotësisht i pastër dhe i sigurt. Zona e Lungomarës apo zona e Bregdetit furnizohet aktualisht me ujë. Për zonën e qytetit furnizimi do të jetë me sistem shpërndarje, mbasi të furnizohet dhe të mbushet e gjithë depozitat e depove të qytetit, do filloj shpërndarja e ujit rreth orës 17 të kësaj mbasdite. Mungesa e ujit pati pasoja të dukshme për qytetarët, të cilët reaguan me protesta para bashkisë dhe në rrugë, duke tërhequr vëmendjen e autoriteteve për zgjidhjen e shpejtë të situatës. Ky episod ka nxjerrë në parë rëndësinë e mirëmbajtjes dhe investimeve në infrastrukturën e ujësjellësit për të parandaluar situata të ngjashme në të ardhmen.